Bashkim Sheqiri është babai I 5 vjeçarës Blinera Sheqiri, e cila vuan nga një tumor në melqi, ndërsa është operuar nga një tjetër tumor në veshk gjatë vitit 2014. Sheqiri përkundër dhimbjes për gjendjen e vajzës së tij, thotë se është përballur edhe me brishtësinë e sistemit shëndetësor në Kosovë. Praninë e një tumori tjetër pas operimit, Sheqiri thotë ta ke diagnostifikuar doktor Ramush Bejiqi. Diagnostifikimi I Bejiqit, sipas Sheqirit, ka hedhur poshtë diagnostifikimin e kolegëve të tij, doktor Bardhyla Brashit dhe doktoreshës Violeta Greqevci, të cilët I kanë thënë se nuk vërehen më shenjat të tumorit. Por këtë e hedh poshtë doktoresha Greqevci, e cila thotë se në javën e 23 të trajtimit janë paraqitur disa dhimbje te Blinera dhe në bazë të rezultateve, mjekët kanë pasur dyshime për metastazë në melqi dhe e kanë njoftuar prindin. Faktikisht kemi kry punën profesionale deri në momentin e fundit kur veç është ndërprer trajtimi post-operativ. Ndërsa doktor Bejiqi, I cili është edhe familjar I Blinerës, nuk hedh poshtë mundësinë e ndonjë gabimi të vogël në diagnostifikimin dhe trajtimin e saj. Unë nuk po them që ndoshta në një moment nuk kanë bë gabime timta në aspektin e vonesës një ditë apo dy diagnozës. Doktor Bardhyla Brashi, I cili nuk deshi të prononcohet para kamerës, I tha ekipit të Kallxo.com se prindi ka qenë I njoftuar për çdo ditë mbi gjendjen reale të vajzës së tij. Pas paknacive në QKUK, Sheqiri kishte shkuar për të kërkuar ndihmë në Ministrinë e Shëndetësisë, pasi që I ishte rekomanduar shërimi jashtë vendit për Blinerën. Unë kom qua dokumentat me të 9/10/2014 në Ministri, numrin 26, dhe jam shkuar në çdo ditë për me pas dhe me pyet informatat çka është me Blinerën. Dhe pastaj, më kanë thonë duhet me prit. Por ai thotë se procedurat në ministri janë vënuar shumë dhe gjendja e Blinerës ka qenë kritike. Prandaj, vëllai I bashkimit, Agim Sheqiri, kishte ardhur nga Zvicra dhe e dërgoi mbesën e tij në Lyon të Francës. Sheqiri thotë se vëllai ishte vënë në kontakt me disa ndërkombëtar të cilët po ndihmojnë për shërimin e vajzës. Por përkundër që ajo është në Lyon, këtu vjen çudia më e madhe sipas Sheqirit. Me 6 nëntor, këta kanë udhëtue. Bordin Ministria e Shëndetësisë e ka aprovue dhe Blinera me 6 e pas kanë qenë Ministria e Kosovës në Gjenovë të Italisë e jo në Lyon të Francës. Por zëdhënësi I Ministrisë së Shëndetësisë, Faik Hoti, ka një tjetër verzion të asaj se çka ka ndodhur. Me datë 6 nëntor 2014, Bordi ekzekutiv aprovon shumën për trajtimin e pacientës në vlerë prej 90.000 euro, bazuar në profaturën e cila është prezantuar nga familja. Me datën 19 nëntor 2014, ekzekutohet pagesa në adresë të institucionit Instituto Giannina Gaslini në Itali. Pacientja nuk mëriti kur në Itali dhe ministria nuk është munduar shumë ta zbulojë se çfarë ka ndodhur pas ekzekutimit të pagesës. Sheqiri tregon se pasi që është kthyer në Kosovë nga Lioni, ka shkuar në ministri për të pyetur për rastin e Blinerës, ku I thanë se Blinera është në Gjenova të Italisë duke u shëruar. Në ato momente Sheqiri ka filluar të kërkojë llogari për 90.000 euro që kanë shkuar në spitalin në Itali për shërimin e vajzës së tij, e cila edhe sot ndodhet në Lyon të Francës. Ushtruesi I detyrës së drejtorit në Departamentin për Shërbime Shëndetësore në Ministri, Pashk Buzhala, tha për Kallxo.com se ka ndodhur shpesh që në momentin e fundit pacienti ka ndëruar mendje. Kur Ministria e Shëndetësisë informohet se pacienti nuk ka shkuar për të marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor në atë spital, ku është bërë pagesa për trajtim, atëherë nga spitali kërkohet që të kthehen mjetët që janë paguar për trajtim, mjetët kthehen në buxhetin e Kosovës. Sipas tij, kur ka ndonjë pacient tjetër që I është aprovuar mjekimi në të njëjtin spital, atëherë mund të dërgohet pacienti në pritje që të mund të shfrytëzohet shuma që I është aprovuar pacientit paraprak. Por në rastin e Blinerës, akoma nuk është dërguar një pacient tjetër e as nuk janë kthyer parat, pohon Buzhala.